Zhvillimi i turizmit malor në rrethin e Pukës duhet të paraprihet nga hapja e bujtineve që janë një herë dhe një mundësi reale për të tërhequr pushuesit drejt rrethit të Pukës. E tillë është dhe ajo e hapur pak kohë më parë nga zoti Dem Hadroj, vetëm 18 km larg nga qyteti i Pukës. Një bujtinë e vogël me kushte modeste por mjaft tërheqëse, që të siguron qetësinë dhe kushte për një drek apo darkë larg zhurmave dhe në freskinë që të dhuron bujtina, e cilësuar si shtëpia në mal. Dem Hadroj, i cili e mori këtë nismë mbështetur nga dashamirës por dhe nxitja mediatike, tashmë ndjehet i kënaqur për çfarë ka bërë. Ai shprehet se investimi i tij modest ja ka vlerëtur. Duke punuar, duke u marrë me disa pëmtore, me gjëra shumë të mundshme, domethënë, neve na lini ideja, duke marrë shkas nga shtypi, nga mediat, edhe për këtë nismë që hym ne, si s'kanë bërë edhe në Malësi, kudo në Malësi, vendi jon është vend që i përshtatet turizmit që e dishrojnë të hujt, por pa përmend vetëm të hujt, por edhe vendasit. Kjo shtëpi ka qenë gjithmonë tradicionalisht ka prit njerëz, sepse edhe vetë Gjadeja makinë si ka kalu këtu, vështërsitë e dimrit bora, unë vetë më e mend deri në 30 veta duke bujt në shtëpinë tonë e duke i përcjell në rrugën e tyre të vështirë në përbor. E gjithnjë ka qenë mikpritse. Prandaj edhe emrin që ja vum shtëpia në mal, e kishim parasysh që të traditë që kishte shtëpia jonë, ta qojmë edhe qik më tej. Duke prit njerëz, ne nuk është kërkesa jonë që të vinë njerëz e të ushqehen e të bëjmë xhiro e të fitojmë pare. Problemi është që të shlodhen, të shikojnë, mundësisht edhe për një kafe, edhe për një shikim, edhe për një gjatë, domethënë dëshrueshme nga ato. Pranë shtëpisë në mal, çdo kush mund të ndjehet si në familjen e tij. Atje të ofrohen mundësi të shëtitjes në pyll, ushqime tradicionale, mund të vetë shërbehesh, por dhe të kalosh një drek apo darkë me çmime nga më të lirat në treguin e bujtinave të Shqipërisë dhe të Pukës. Shtëpia në mal, siç thot pronari i saj, është thyer në mikpritse për shumë turistë të huaj, të cilët ndalojnë për të kaluar mbrëmjet e freskëta në mesin e tingujve natyror që të ofron Gryka ku është ndërtuar shtëpia në mal, në fshatin Hadroj përgjatë rrugës Puk-Fusharës. Mirë se të vinë, gjithkush niset për këtë vend, për këtë shtëpi malore, për këtë shtëpi në mal.